Përshëndetje, sot do të flasim me avokat Albanin sa i përket pensioneve që priten të rriten gjatë javës së parë të muajit tetor. Megjithatë, për detaje të tjera do të na informoj avokati për të gjithë miqtë tanë që na ndjekin në këto çaste, kryesisht edhe pensionistët. Faleminderit shumë për mundësinë që po më jepni. Kjo është një hap shumë pozitiv nga ana e qeverisë e Këshillit të Ministrave lidhur me këtë rritje që po i bëhet 710.000 pensionistëve në të gjithë Republikën dhe natyrisht do të sjellë një impakt pozitiv për sa i përket të ardhurave që do të kenë këta pensionistë duke filluar nga muaji tetor i këtij viti dhe në vijim. Rritja që do t'i bëhet këtyre pensionistëve është në masën e 3.1% të vlerës që ata kanë të pensionit aktual për të gjitha kategoritë e tyre. Natyrisht që në raport me nevojat që kanë pensionistët, kjo nuk është një shumë e cila është e konsiderueshme, pra që do të ketë një ndikim shumë të madh në buxhetin e tyre apo në të ardhurat e tyre, por sidoqoftë mendoj që do të ketë një ndikim pozitiv. Pavarësisht se nevojat, ne e dimë që për shkak edhe të rritjes së çmimeve, për shkak të inflacionit që ka ndodhur sidomos pas pandemisë COVID-19 dhe në vijim, ku kemi pasur një rritje të konsiderueshme të çmimeve të produkteve të shportës, kjo është një rritje e cila do të japi një impakt pozitiv zgjidhjes së problemeve të pensionistëve. Si do të njoftohen pensionistët për këtë lloj ndryshimi që do bëhet? Atëherë, për sa i përket ndryshimit, njoftimi është menjëherë pasi të botohet në pletoren zyrtare, kemi 15 ditë afat, pra pas 15 ditëve që bëhet publikimi në pletoren zyrtare, atëherë do të hyjë në fuqi edhe rritja prej 3.1%, që kjo korespondon në javën e parë të tetorit, pra duke filluar nga tetori dhe në vijim. Njoftim tjetër është në llogarinë bankare të çdo pensionisti, ku ai të rreqë pensionin, qoftë edhe në zyrat postare, pra varet se çfarë mënyre pagese ka zgjedhur çdo pensionist, aty do të shikoj që pra i bie që në muajin nëntor, pra për të marrë në muajin nëntor do marrë pagesën për tetorin, pra për muajin tetor. Kështu që në muajin nëntor çdo pensionist do të shikojë në llogarinë e tij bankare apo qoftë edhe në post ku të shkojë të tërheqë pensionin, do shikojë këtë rritje prej 3.1% më shumë se çka marr deri tani. Natyrisht, mendoj që do të ketë edhe nisma të tjera nga ana e qeverisë për sa i përket rritjes së pensioneve, madje është arritur pra qëllimi i këtij mandati të qeverisë Rama 4 është që të arrit pensionin minimal në vlerën e 20.000 lekë të reja, pra mos të ketë pensione në të vlerë, por edhe në të vlerën e pra pensionin minimal 20.000 lekë, pra është i pamjaftueshëm për të përballuar nevojat e pensionistëve, duhet bërë një hap tjetër ligjor, por edhe praktik, për sa i përket edhe listës barnave të cilat janë të rimbursueshme, pra pensionistët nuk duhet të ketë kufizime për sa i përket medikamenteve të cilat ata marrin. Ne dimë që barnat të cilat atyre ju rimbursohen nuk janë të kufizuara. Pensionistët e kanë të pamundur që me pensionet të cilat ata marrin, pra po flas për masën e madhe të këtij target grupi, nuk po flas për përqindjen e ulët që janë
pensionistët të cilët përfitojnë nga pensioni suplementar, pra duke filluar nga deputet apo ish-ministra apo zyrtarët e lartë të cilët kanë pensione të konsiderueshme. Kështu që duhen parë të gjitha modalitetet në mënyrë që pensionistët të kenë një jetesë normale, minimalisht një jetesë normale dhe të përballojnë me dinjitet dhe të marrin mundin të cilën ata kanë dhënë përgjatë gjithë jetës, sepse kanë kontribuar për vendin, kanë kontribuar për shoqërinë, qoftë edhe me rritjen e fëmijëve të tyre, të nipërve, të mbesave, apo qoftë edhe me sigurimet shoqërore dhe shëndetësore që kanë paguar në vitet që ata kanë qenë në punë, por edhe taksat e tjera të cilat kanë derdhur në buxhetin e shtetit. Pra, duke marrë taksat, duke marrë TVSH-n për produktet që ata kanë konsumuar, apo dhe taksat të cilat janë taksat e banesës, infrastruktura, pastrimi e tjera me radhë. Pra, është një jetë që ata kontribuojnë me këto taksa apo detyrime dhe tani ka ardhur koha që në momentet të cilat ata ndodhen, pra moshën e tretë, duhet që ta gëzojnë me dinjitet, pa probleme, pa stres dhe në mënyrë që të bëjnë një jetë normale. A do jetë kjo rritje e pensioneve në një mënyrë të barabartë, dhe nëse mund ta flasim këtë me shifra, pra sa merrnin dhe sa do të marrin tani pensionistët në përgjithësi pra? Për sa i përket shumës, nuk mund të themi që shuma ta themi të saktë se sa do të jetë vlera e rritjes, që do të thotë nëse një pensionist i cili e ka merr një pension minimal, ose po marrin pensionistin i cili ka një pension social, për ata të cilët nuk kanë mbushur moshën e pensionit, që tashmë vlera që ata marrin është 10.000 lekë të reja, pra po marrin të rast hipotetik pensioni më i ulët që quhet pensioni social, atëherë me 3.1% sa do të jetë vlera. Atëherë ky pensionist do të marrë 310.000 lekë, 310 lekë të reja, që do të thotë 3.100 lekë të vjetra. Pra, rasti është i pensionistit social, apo pensioni më minimal që ekziston. Pastaj kemi pensione të tjera që varet nga shuma që merr, natyrisht që vlerat nuk janë të konsiderueshme, sa më e vogël të jetë vlera e pensionit apo shuma që marrin pensionistët, edhe rritja do të jetë e vogël. Sa më e madhe do jetë rritja, natyrisht që përfitimi do të jetë më i madh. Kështu që për dikë mund të duket një rritje shumë minimale dhe natyrisht është minimale, por duhet përshëndetur nisma që është një rritje, pra për një rritje, pavarësisht se në finale nuk është se pensionistët do të kenë ndonjë përfitim të konsiderueshëm apo të ndjeshëm në buxhetin e tyre. Faleminderit avokat që për kohën edhe përgjigjet që morëm nga ju, dhe do shihemi së shpejti me temat e radhës.